Profesor Fadil Maloku ka ngritur shqetësime serioze lidhur me një ngjarje ndërkombëtare që përfshin presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe Donald Trump Jr., djalin e presidentit amerikan Donald Trump. Sipas Malokut, ndërsa Kosova përballet me krizën e thellë politike dhe me ngërçin në konstituimin e kuvendit të ri, Vučić po shfrytëzon momentin për të forcuar pozitat e tij në arenën ndërkombëtare dhe për të përgatitur kurthe të reja kundër Kosovës. Ngjarja që ka ngjallur shqetësim është një darkë e organizuar në nder të Donald Trumpit, ku i pranishëm është edhe Vučići. Maloku vlerëson se kjo nuk është një pjesëmarrje rastësore, por pjesë e një strategjie të mirë organizuar nga ana e Vučićit për të fituar mbështetje dhe për të ndikuar në opinionin ndërkombëtar, sidomos në qarqet konservatore amerikane që ruajnë ndikimin e konsiderueshëm. Derisa ne merremi me sagën idiotike parlamentare, Vučići sonte në darkën e organizuar për Donald Trumpin e ri, me siguri do thurë kurthe të reja për Kosovën, ka shkruar Maloku në një postim të publikuar në rrjetet sociale. Ai kritikon ashpër elitën politike të Kosovës për përshëndrimin e tyre në luftrat e brendshme dhe mosvëmendjen ndaj zhvillimeve të rëndësishme ndërkombëtare që mund të kenë pasoja afatgjata për shtetin e Kosovës. Sipas Malokut, përshëndrimi i skajshëm në çështjet e brendshme politike, me një kohë kur Serbia është aktive në diplomaci dhe po ndërton aleanca të reja, është një gabim strategjik që mund t'i kustojë shtrenjtë Kosovës. Ai thekson se çdo përpjekje e Vučićit për të ndikuar në qarqet ndërkombëtare është një kërcënim i drejtë për drejtë për pozitën dhe të ardhmen e Kosovës në skenën ndërkombëtare. Kjo situatë vjen në një kohë teje të ndjeshme të Kosovës ku ngërçi politik pas zgjedhjeve ka bllokuar krijimin e institucioneve të reja dhe ka zbehur fokusin ndaj sfidave të jashtme. Maloku u bën thirrje udhëheqësve politik që të dalin nga përplasjet e brendshme dhe të kthejnë vëmendjen tek sfidat më të mëdha që po krijohen në arenën ndërkombëtare. Ndërkohë, nuk është hera e parë që Vučići përpiqet të shfrytëzojë marrëdhëniet me figura të njohura amerikane për të avancuar qëndrimet e Serbisë kundër pavarësisë së Kosovës. Ky takim i fundit i analistëve duhet të trajtohet me kujdes të shtuar nga institucionet kosovare, pasi rrezikon të minojë përpjekjet shumëvjeçare për formimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Në përfundim, profesori Maloku apelon për vigjilencë të lartë dhe për një strategji më aktive diplomatike nga Kosova në mënyrë që të parandalohet çdo përpjekje për minimin e pozitës së saj në botë.